jam dalë rrugës ku po shkoj për Lezhë, sepse vazhdimisht ku kaloj kësaj rrugës vjetër këtu dhe kaloj këtu në për Rasfik, edhe ajo që më ka bërë përshtypje prej kohës, më pas bëj reportazh shumë mirë për gurin e Rasfikut. Është gur unik. Është gur sidomos gur dekorativ, fantastik, por edhe për punime të tjera. Unë fakt nuk është ky sipërmarrësi i kësaj punishte këtu, sepse do doja të bisedoja me të, me të drejtën, po do gjej një moment tjetër. Gjithsesi, unë do të them që Rasfiku është një pasuri në vetë për mjeditet saj përket rasës. Ashtu siç është edhe Dom Xhoni. Ja shih, këtu janë disa punime që ka bë, janë fantastike, ja, këtu, shih, ja. Që mund të përdoren kudo, dhe i zbukurojnë rrugë edhe rrugicat e qytetit. Ashtu, edhe atje nga ana tjetër, këtu është makineria, ja këtu është guri që nxirret nga mali, pra ka preja ndej dhe këtu, ka shtresa të tilla, domethënë një gur që ja vlen për ta studiuar, domethënë, se ka i veti shumë veçantë, mund të jetë nga gurt më të mirë në Shqipëri. Por edhe puna që bëhet në hapësirë, pra në hapësirë këtu, shoh makineri moderne, edhe po shoh të çaj aty, si ka guri është më lart. Ja, një mrekulli, absolutisht një mrekulli. Tani me thënë drejta, di pse u ndala, për një gjë. Shoh, Rresheni është bërë i bukur, është qytet i bukur. Me Rubikun, para disa kohësh, kur ka qenë kryetar bashkie Markushi, me mini projekte të vogla, shumë rrugica janë bërë me këtë gurin që është këtu. Por Rresheni, që është vërtet shumë i bukur, bërë shumë i bukur, ka shumë nevojë që në për disa rrugica, në për disa shkallë që janë, kam pa tek shkolla atje, matan, por edhe në vende tjera, është mirë të përdoret guri i Rasfikut. Dhe duke e përdorur gurin e Rasfikut, ne i japim djeshi dhe i japim trashëgimi traditët tonë, por inspirojmë edhe biznesin këtu. Është shumë i nevojshëm që të inspirohet biznesi, por me mini projekte të vogla, ja sugjeroj bashkisë ta bëjë këtë gjë, ashtu edhe për Repsi. Edhe për Repsi ka ato thyret e bukura i ka dhe Repsi, cilët mund të trajtohen vetëm me gurin e Rasfikut. Nuk është mirë që të marrim gur gjend, aq më tepër jashtë shtetit. Këtu nga Rasfiku, se sa herë kaloj këtu, më duket fshati i butë, fshati i Zotit dhe i bekuar me këtë gur dekorativ.